Mirë, po kaloj 20 vjetë, 18 vjetë, 20 vjetë, dhe ai vazhdon në linjën e vetë për këmbgurse për të shkatruar teatrin. Përse? A nuk mund ndërtohet një teatr në një hapësirë tjetër? Fare afër, një teatr modern. Siç në Amerikë ta zemnë janë dy galeri, Galeria Artit Klasik dhe Galeria Artit Modern. Galeria Artit Klasik është ndërtuar me principe klasike, me kolonë, me harqe, që kur shkon dhe e shef, ti je në një botë të asaj kohe. Tek Modernja ka ndërtu diçka si kubizëm, për tregu se është fjala për artit pas vitit 1900 dhe këtej, të gjitha rrymat moderne të artit. Me që i përkas atyre të kinostudios, kam punu 16 vjetë në kinostudio, edhe aktorit i kemi pas si tu është baza, themeli ndërtimit filmave, pa aktoret nuk mund të bëheshin filmat. Dhe më shumë të rekohës në aktorit i kam parë në kinostudio. Duhet të them që pa lejen e tyre, pa biseduar me to, pa analizu historinë, pa i kujtu gjitha ato artistë mëdhej që kanë dalë këtu, pa kujtu gjitha ato histori që është përquar në këtë objekt, nuk mund të rënohet. Në fund të fundit, në qovë se ka dilema qeveria, le të bëj një referendum në qytetin e Tiranës. E duan, apo nuk e duan? Një qeveri absurde, represive, nuk është e përshtatshme për kushtet e demokracisë. Këtë gjë duhet ta di. Fatkeqësia e këtij vendi qenga, nga përvoja e gjatë, një shekull, se ne nuk dim të qeverisim. Se ne sa po vim në pushtet, gjëja parë që bëjmë është mendojmë se si të pasurohemi, të krijojmë një klan, të sigurojmë të pushtet që kemi, që pushteti ynë të jetë në vazhdimsi. Është tipike, nuk e di. Kur do shpëtojmë ne nga ky anë, kur do të zgjedhim qeveritar që të jenë të arsyeshëm dhe të mendojnë për popullin. Kemi ne një qeveritar, një ministër që shkon punë me biçikletë. E po ka Gjermania, ka Anglia, janë shtetet mëdha, jemi miza për para tyre. Gjatë gjithë kësaj kohe, kisha menduar që fryma intelektuale ka vdekur. Mirë po, kjo lëvizje për teatrin, ku unë ndjehem që ditët e para ndjehem brenda këtij lëvizje, më ka thyer konceptin dhe kam filluar të mendoj se jo, fryma intelektuale në qytetin e Tiranës nuk ka vdekur. Ka 100 kushte të cilat njerëzit janë detyruar të heshtin, të mos angazhohen, të shikojnë anën, ose në fillim të paraqesin veten duke thënë jam dakord, dhe pastaj të dalin të thonë që të futen në listën e 54-ve, të cilët nuk dua t'u përmend emrin. Ajo është lista turpit. Atë listë e ka bërë dikur Gjeli Gjoni, atëherë kur desh për të dënuar emigrantët. Listat të tilla janë bërë me 21 shkurt 1991. U hartun lista në të cilën kërkoi rivendosja e bustit të Enver Hoxhës. I dim ne, i kemi jetuar gjithë ngjarjet. Po edhe ajo ka qenë listë turpi dhe unë mendoj që kjo lista 54 është lista e turpit. Dhe ju bëjnë thirrje atyre miqve, se unë bestyre kam njerëz që njoh që i kam miq. Largohuni prej asaj liste. Dini publikut thoni, ne nuk jemi në atë listë, dalim prej saj. Shirohu. Hiqeni një peng nga shpirti, ta heqin atë peng të madh që kanë në shpirt, se të vërtet ty dalish kundër shokëve, miqve, kolegëve, të dalish kundër qytetarëve të Tiranës, të dalish për shkatrimin e këtij teatri që është një model që nuk e bën dot më. Është një lloj brevje ndërgjegje, do t'i bëjnë ndërgjegja gjithmonë ata. Për sa i përket teatrit, shifeni janë ndërtesën me tulla kuqe atje sipër, ç'është e kuqe. Kush është më i bukur? Ky teatri apo ajo? Të tilla pallate ka kudo. Do t'ju jap vetëm një shembull të vockët. A ka kulla në mes të Parisit? Kush ka parë kullë në mes Parisit, më thoj? Asnjë. Jo, nuk ka kulla në mes Parisit. Ka qenë një projekt në Paris për të bërë 20-30 kulla, u paraqit, u bë dhe gjithë
U ngriti gjithë publiku, tha, asnjë kull në Paris, brenda. Ka pa Edi Rama. Po, pe Edi Rama gjithmonë ka ndej bregut Cenës. Ne e dim se çka bën Edi Rama në Paris. Nuk kemi të veshur. Tani, po ju themi gjë tjetër. A ka shku Edi Rama në një herë në Washington? Unë kam shku shumë herë, se kam dhe vajzën atje dhe jetoj atje. Nuk ka asnjë kull në Washington. Në qendrën e Washingtonit. Të gjitha ndërtesa neoklasike me kolona basorelieva, me skulptura. Dhe çdo ndërtesë rreth e qark ka lulishte. Ne ndërtojmë pallate dhe nuk kemi as një centimetër katror gjelbrim rreth e qark. Këtu po bëhet kasaphan. Unë nuk jam i politikës. Unë jam qytetar, intelektual që mbret zemër për vendin tim. Kaq. Bravo. Ju falenderoj. Për ata që nuk e njohin, ishte zoti Koles Travoini, gazetar dhe kinodokumentarist në Borimin e Shtetit të Bashkuara.